Finalizohet operacioni policor Pit Stop nga policia e Lushnjës. Arrestohet 19 vjeçari që shfrytëzonte për prostitucion një shtetase braziliane, të cilën e kishte strehuar në banesën e tij. Procedohet penalisht shtetësja braziliane që ushtronte prostitucion dhe sekuestrohen 2 celular. Sipas njoftimit të policisë, specialistët për hetimin e trafiqeve të DVP Fier, bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative për shfrytëzimin e një shtetaseje të huaj për prostitucion, organizuan dhe finalizuan në bashkëpunim me shërbimet e Komisariatit të Policisë Lushnjë operacionin e koduar Pit Stop. Si rezultati i operacionit, u kap në flagrancë dhe u arrestua shtetasi SM, 19 vjeç, banues në fshatin Karbunare Madhe në Lushnjë. Nga hetimet, rezultoi se ky shtetas ka shfrytëzuar për prostitucion, por rreth 2 muaj shtetasen braziliane LS, 25 vjeçe, të cilën e ka strehuar në ambiente të ndryshme dhe së fundmi në banesën e tij. 25 vjeçaria ushtronte prostitucionin në ambiente të tjera. Në vijim të veprimeve për rastin, u referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për 25 vjeçaren për veprën penale ushtrimi i prostitucionit. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 2 celular. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë për veprimet të mëtejshme.